Një nga çështjet më të rëndësishme në fen ton është gjendja e zemrës, sepse veprat nuk vlerësohen sipas formës së tyre vëllezër, mirë po sipas asaj që mbajnë zemrat. Zemra herë gjallërohet e herë ngurtësohet. Do me thonë herë bëhet më e gjallë, mirë po herë bëhet më e fortë. Dhe një nga shenjat më të qarta të gjallërisë së zemrës është kur syri lëton për hir të Allahut Azza wa Jall. Do me thonë të qarit për hir të Allahut Azza wa Jall. Nëse qajmë, nuk do me thonë se jemi të dopt, por kjo tregon fuqinë e imanit, tregon se që kjo zemër ka iman, nuk ka do me thonë se ti i dopt, mirë po, kjo tregon se ti ki iman, besim në Allahun Azza wa Jall, edhe janë shenja se zemra ende është lidhur me krijuesin, me Allahun Azza wa Jall.